Sa shumë do ta mendosh ti? Po jena këtu për një gjunjeri tjetër pra. Po jena këtu pra për një gjunjeri tjetër. Po ta them, sepse të leverdis ty ta mendosh ashtu. Edhe ti pret marrën për bazë fjalët e tuaja që ti herë thum atë përdor brikenën. Pastaj thu brikenën përdor matën. Pastaj prap atë brikenën, pastaj prap brikenën matën. Po pra, po ti marrë ke përdorat, permanent lojë. Edhe ti marrë ke përdor historinë. Unë nuk përdor një. Se nuk je zotë për me çfarë me strategji ndryshme. Nuk e kriju pol shpijet, ja pra ta shpjegoj. Nuk e kriju një pol, nuk e kriju një pol. Nuk e kriju një strategji, një skuadër. Që ti shokët e tuaj i marr afër vetëm për interes. Jo për shoqëri, për interes. Kurse ato që rri unë i kam miq, jo për interes. Çfarë miq ke ti? Miq Shëndrinë e kam mikun. Çe ke shajt Selin? Për punën me Gimbon. Unë, me nimet e mia, unë, se kam shajt Gimbon unë, kur njet. Ka imi kamera këtu, se kam shajt herë Gimbon unë. Një herë se ke shajt? Por ama të mirën që ke dash? Asnjëherë. Si kam dashur të mirën, e djej sa kam dash mirën. E djej gjithë muhabetet që kam bërë me atë. E djej shumë mirë. Po uftof marrëdhënia juaj. Po lere uftof marrëdhënia për i klip, mendon ti. Për i klip. Debatet që kam unë me ato, i kam pas me ato, i kam fëllë dhe i kam seru me ato. Ndryshë nga ti që i manë veç për interes. A nuk mendon ti se afrimi i Brikens vetëm për interes, vetëm për ti përdor. A nuk mendon ti se afrimi i Brikens është për të marrë ty në qaf vendin tënë? Zero. A mendon ti se ti e Brikena jeni të dy në finale me këtë lëvizje? Unë nuk e bëj dasme me qenë finale. Po për çfarë keni bë? Pse se keni bë ka herë? Për të shku në finale. Po pse se ka bë ka herë Brikena? Se ka ndjer. Se ka ndjer? Apo e ka ndjer se ka dalë Selin më mirë se ajo? E tani atu bie tu. Ja, pse? Po ti ishte për atë punë, e kishim bë dasmën para ne, e kisha bë unë propozimin para për të ndihmuar Brikenën. Jo, blofi rriurt. Për të ndihmuar atë me kalu Selinin me vota. Ishin dasmët, kishin basë, kishte rraf Selina jo. Po pse pra? Po e bën tani. Po sepse do me fitu ma ajo. Ta kisha bë para. Ka afru porta. Çiçë ignorantiti, ta kisha bë para. Ti do thoje e ke bë Kastilje tash me i dhan vota Brikenës. Tash i thu mrapa edhe ajo po më shfrytzo ka më. A mendon se ajo ka afru portat, Mateo? Ka afru portat, ajo ka afru portat. Ka afru portat për të mbijetu për shku në finale tani, jo ma me fitu. E kam propozu unë, ignorant. Ajo se ka thënë asnjëherë. E ke propozu ti. Ajo nuk dinte as se unë kisha ikë, e kisha propozu ke vllai. Po ç'ne ndryshoj aja? Si? Si ndryshoj? Se ka ndjerë miku, kur është bë historia dasmës, se disa koka, po donte ajo ta bënte për lojë, kishte bërë që atëherë. Po donte ajo ta bënte për lojë. Disa njerëz mund të kishte shfrytzuar ajo. Nuk vret menja mor. A nuk vret menja. Po disa njerëz mund të kishte shfrytzuar ajo nëse do donte të bënte lojë. A nuk thret menja ty se si po e bën kjo kështu? Me njerëzit, ajo s'ka shfrytzuar njerëzit. Atëherë ti pas ke dash pra. S'ka kriju situata. Atëherë ti ke njeriu më budall, më ignorant, më naiv që ka pas Shqipëria. Ti pas ke njeriu më naiv që ka pas Shqipëria. Që ti mendon që ajo nuk ka lviz ty pllakat si ka dash ajo. Okej. Kështu të lviz ty pra. Pra nuk u përgjigje pyetjes. Për luftë për të luftuar. Nuk u përgjigje pyetjes. Sepse ajo e ka bë tani. Për të luftuar, sepse tani ajo ka shumë Po jo deri ta zdraluke, i the zdraluke më. Jo zdraluke, u ignorant. Po jashtu pra i the. Zdraluke, u ignorant. Ta hoqa zdralen i the. U ignorant, mos shpik fjalën. Po zdraluke më i the. Si tash ashure pra mos shpik fjalën. Po ja pra i pastrove zdralen. A do me shpik fjalën, vazhdo shpik fjalën. Ta hoqa zdralen, a do me thënë ke zdraluke. Atëherë? Por ju jeni deluzionale, ju shpikni edhe fjalëre. Hajde të ikni në prime duke shpik fjalë, vazhdoni. Jo, po ti? Vazhdoni. Inshallah po kapni prime-in duke shpikur fjalë. Ti më i Se këtë loj keni ju, shpikni fjalë, shpikni histori, fusni intriga, luftoni i marrëdhënien çift. Po, pra ne do vish këtë dasmë ti apo s'do vish? Patjetër. Si s'do vi? Rri këtu pra. Po si ka mundsi mirë tha jo. Higjë tjetër, përderisa ju s'besoni këtë dashuria jon, pse do vini këtë dasmë? Kam qef. Ke qef? Do marrë me pa për nuse Brikenën, mo. Ti sikur se besoje. Çfarë problemi ke? Sikur se besoje pra. Çfarë problemi ke? Ti sikur se besoje pra këtë dashuri. Se do të vish tash. Unë do me çfarë do të ty më punë, normal që besoj. Njerëzit që besojnë. Jo, po hipokrizia jote pra. Ti që se beson, pse do vish? Unë do me çkatru dasmën. Am pyetem. Pse do vish? Po pyes ti. Ti që se besoj dashurinë, pse do vish? Kjo është motra jeme. Pse do vish pra? Po pse pra? Pse? Ha se besoj dashurinë. Për qef, si mund të bësh qef ti? Si mund të festosh një dashuri që ti se beson? Ti e beson. Nuk vi për feston. Unë jo besoj, po e përjetoj. Nuk vi për festë. Po ti, po për çfarë do vish? Ti e beson, le më për çfarë do vish? Hipokrizia jote s'ka ndonjë përgjigje. Jetimin tënd, o Zot. Hipokrizia jote s'ka ndonjë përgjigje. Qofse ti s'beson ke këtë dashuri, qofse ti na ke luftuar kundra nesh, rrimi vetë dashur këtu ke kollë. Kush tha që do luftoj unë kundra jush? O zemra ime, edhe mos hajt ke dasma. Iluzioni jo. Edhe mos hajt ke dasma. Të çoj dëmun energjitë mia të luftoj kundra jush. A jeni të rezimor? A jeni të rezimor? Kush mo? Kush mo? Jo, mor, se të që nuk jeni të vërtetë. Po bëj edhe shpajkë grimi pra duke na knu.
duke na knu, bëj edhe shpajk e grimi. E vlosa delusionali e këtej do vishke dasma. Nuk e beson më vlla. Se besoj jemi false. Po i banore kësaj shtëpie, do motë je banore. Ti më detyron që unë të besoj. Ti ke nevojë, ke nevojshëm që unë të besoj.